Lavdëroni Zotin, se është I mirë, Halleluja. Në qovë se keni vënë re në kalendarin liturgjik që ka Kisha Ortodokse, dhe sidomos gjatë kohës së Kreshmës së Madhe, nuk lexojmë nga Ungjit, por lexojmë nga profeti Isaia, nga Zanafilla dhe lexojmë nga fjalët e urta. Është shumë e rëndësishme që në këtë periudhë kreshmore ne ti lexojmë dhe ti dëgjojmë këto pjesë nga shkrimi I Shenjtë, se jo më kot Kisha I ka vendosur, ka, domethënë e tyre katekizuese, pedagogjike, dhe fjalët e urta, që janë një përmbledhje e fjalëve të urta nga Solomoni dhe të tjerë, të cilët u ndriçuan nga shpirti I shenjtë, po dhe nga eksperienca njerëzore dhe kanë dhënë këtë mori fjalësh të urta që janë shumë të rëndësishme për t'i dëgjuar, por dhe për t'i praktikuar. Më konkretisht sot, nga libri I fjalëve të urta, nga kapitulli 10, vargu 19, ne lexojmë këtë fjalë të urtë. Në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që e frenon buzën e tij është I urtë. Pra, kjo është pjesë nga fjalët e urta që kemi marrë sot. Ka një kuptim shumë të madh dhe kjo lidhet edhe me Kreshmën, sepse ndonjëherë ne kujtojmë se Kreshma është vetëm një dietë ushqimore, që do me thënë ne abstenojmë ushqimet me gjak ose dhe vaj, që në vetvete si janë të këqija, madje janë të mira, kur merr me falënderim. Por Kreshma nuk është dhe nuk mbetet vetëm në gjërat ushqimore, por fillon nga gjërat ushqimore, siç e kemi thënë, si një mjet që na çon në Kreshmën shpirtërore, në dobësitë dhe pasionet tona. Pra, një nga kërkesat e Kreshmës është që siç I vëm fre gojës për të ngrënë, duhet t'i vëm fre dhe gojës për të folur gabim dhe fjalë të kota. Ku faji nuk mungon. Prandaj do flasim për këtë temë shumë e rëndësishme, një problem që e kemi të gjithë pak a shumë, dhe le ta analizojmë. Kur njeriu flet shumë, shpesh bie në gabime. Mund të thotë gjëra të pamenduara, mund gjykoj ose lëndoj të tjerët, mund të bjerë në thashetheme, krenari ose gënjeshtra. Etrit e kishës thonë se gjua është e vogël, por mund të bëj shumë dëm, ashtu siç na e përshkruan edhe apostulli Jakovi në letrën e tij. Pra, thot një zjarr I vogël, çfarë pylli të madh ndes. Dhe ka fjalën për zjarrin e vogël që fillon nga goja nëpërmjet thashethemeve, fjalëve të pamenduara, që pastaj ato amplifikohen me shere, me përplasje, me konflikte, deri dhe më ekstremet. Përsëri, ai që frenon buzën e tij është I urtë, na thot fjala e urtë. Urtësia shpesh shfaqet në heshtje dhe vetë përmbajtje. Njeriu I urtë mendon para se të flasë. Flet vetëm kur është e dobishme dhe në raste të tjera ai hesht. Mësimet e etërve shenjtë për shembull të shën Isak Sirianit thonë: "Shumeru pendova që fola, por kur që heshta." Ose shën Arseni Mall lutej: "Zot, më mëso të hesht." Pra, ku këta etër të shkretirës, ta doktor të shpirtit, shikonin dobësinë e fjalëve të kota dhe luteshin, sa më tepër neve kemi nevojë që ta kontrollojmë këtë dobësi, këtë pasion, këtë mëkat të fjalëve të tepërta dhe të kota. Në traditën murgjërore, ruajtja e gjuhës konsiderohet një nga hapat e para drejt pastrimit të zemrës. Por si zbatohet kjo? Sepse edhe në Kreshma që mbajmë neve është një traditë murgjërore. Prandaj, siç mbajmë Kreshmën si traditë murgjërore në këtë asketizëm, ne duhet të mbajmë edhe Kreshmën nga goja, nga fjalët të tepërta të kota, siç dhe ushtrohen dhe murgjit.
Ky varg që ne lexuam na mëson të shmangim thashethemet dhe llafet e kota, të mos reagojmë menjëherë në zëmërim, të flasim pak dhe me dashuri dhe të vërtet, sepse si thot edhe një tjetër proverb, vdekja dhe jeta janë në pushtetin e gjuhës. Pra, vdekja dhe jeta është në pushtetin e fjalëve që ne themi. Shikoni se sa e rëndësishme është pesha e fjalës. Pse është kaq e rëndësishme pesha e fjalës? Sepse neve njerëzit jemi krijuar sipas ikonës Perëndis. Dhe kush është ikona e pakrijuar e Perëndis? Është fjala. Fjala e Atit, Biri. Dhe neve jemi ikona e Birit, jemi ikona e fjalës. Prandaj kemi fjalën. Fjala jon përshon. Fjala jon bëhet. Fjala jon gjykohet. Kjo është arsyeja që Krishti thot do jepni llogari për çdo fjalë të tepër të thënë nga goja ose fjalë të kotë. Madje, siç na thonë edhe etrit e kishës, që është një traditë e krishterë ortodokse, në atë doganat e demonëve, në ato 20 e ca dogana që hetohet shpirti para se të shkojë te Zoti, shpirti të krishterët fjalës, flasim, dogana e parë, dogana e fjalëve të kota. Aty para na kontrollojnë demonët, tek fjalët e kota dhe tepërta që i kemi thënë në këtë jetë. Por të gjitha këto janë të regjistruara, jo vetëm në memorien e Zotit, por edhe në katalogët e angjëve, kur kemi thënë fjalë të mira, dhe në katalogët e demonëve, kur kemi thënë fjalë të këqija, që janë sharjet, janë mallkimet, janë blasfemit, janë gjykimet, janë përgojimet, janë kotësit e çdo gjë tjetër. Në traditën e etërve të shkretirës, ruajtja e gjuhës konsiderohet si një nga luftrat më të mëdha shpirtërore. Ata thoshin se shumë mëkate fillojnë pikërisht nga fjalët e pakontrolluara. Mëkatet e gjuhës sipas etërve të shenjtë janë thashethemet kur flasim për gabimet e tjerëve, gjykim kur dënojmë të tjerët në zemrën tonë dhe pastaj dhe me fjalë, shpifja kur themi gjërat pa vërteta për dikë, fjalët e kota, biseda pa dobi shpirtërore. Zemërimi dhe fyrjet kur gjua bëhet armë. Shën Jakobi na thot, nëse dikush nuk ka bon në fjalë, ai është njeri i përsosur. Pra shikoni se sa e rëndësishme është artikulimi i fjalës, por dhe kontrolli i fjalës. Kur njeriu flet pak, mendja qetësohet, zemra ruhet nga pasionet, lutja bëhet më e thellë. Shën Isak Siriani thot, heshtja është misteri i shekullit të ardhshëm, që do thot, në mbretërinë e Zotit nuk ka fjalë, aty komunikohet me mendim, pra nuk ka ato fjalë që artikulojmë neve nëpërmjet kordave zanore, aty ka një tjetër komunikim, është komunikim me mendim, me fjalë mendimi flasim, pra këtu ne ushtrohemi për të hyrë në mbretërinë e Zotit, që nuk do kemi një fjalë me tingulla zanor siç kemi tani, që është diçka që vjen nga trupi ynë i trash ose i rënë. Prandaj heshtja është një, si them, një parapërgatitje për të hyrë në jetën e përjetshme. Në një histori të oshënarëve na thuhet se shkoi një murg tek abati Arsen dhe e pyeti: çfarë duhet bëj që të shpëtoj? Plaku i urtë dhe i shenjtë u përgjigj: ik, hesht dhe qetësohu, sepse këto janë rënjët e mos mëkatit. Pra, do thot, largohu nga zhurma e botës, ruaje gjuhën, ruaje zemrën. Por del një pyetje praktike: si ta ruajmë gjuhën në jetën e përditshme? Ka disa këshilla praktike që na vjen nga etrit e shenjtë dhe nga tradita jon e krishterë. Mendo para se të flasësh. Pyet e veten, a është e vërtet e nevojshme dhe dobishme ajo që duhet them? Mos përsërit gabimet e të tjerëve. Në zemërim, hesht për pak kohë. Maje mendjen në lutje. Pra këto janë disa praktika që ne mund t'ja bëjmë vetes para se ta nxjerrim një fjalë. Shën Pais Athoniti ose Athosi thoshte:
Fjala e mirë është argjend, por heshtja në kohën e durës është ar. Pra e shikoni se sa rëndësi jep të Shën Pajisi heshtjes. Jo heshtjes për qenë indiferent, se është dhe kjo heshtje e gabuar që më duhet mua së është puna ime. Heshtje kur ti nuk ke një fjalë për ta thënë dhe që fjala që do thuash nuk është e dobishme dhe e nevojshme. Hesht. Se shpesh neve na kap një ego. Neve duam të tregojmë sikur dim, e flasim edhe gjëra që duken shpirtërore, gjëra që duken të mira, por që nuk janë gjë tjetër vetë se shprehje egoizmit ton dhe nuk janë të nevojshme. Edhe kur flasim fjalët e Zotit ose gjërat e Zotit, do t'i flasim në kohën e dur, në vendin e dur dhe në masën e dur, edhe kur flasim për gjërat e Zotit. Prandaj vargu në fjalët e shumta, faj nuk mungon, është shumë i thellë. Njeriu i urtë nuk njihet nga sa shumë flet, por nga sa mirë e kontrollon gjuhën, na thon etrit e kishës. Por etrit e shenjtë mësojnë se gjuha është pasqyra e zemrës. Pra, fjala që ne themi nuk është thjesht një tingull zanor, por fjala që ne themi vjen nga brenda, vjen nga mendja dhe mbi gjitha vjen nga zemra, nga shpirti ynë. Bibla e shpjegon qartës kur na tregon fjalët që tha vetë Krishti. Nga teprica e zemrës flet goja. Pra, çfarë thot goja? Thot nga ato çfarë ka zemra. Ato që ka zemra që ne nuk ja dim, nuk ja dëgjojmë e nuk ja shikojmë njëri tjetrit, ato i nxjerr goja për jashtë. Dhe ato çfarë fjalë dalin nga goja, ato dalin nga zemra. Këtë na e thot pra vetë Zoti Krisht. Kjo do të thot, nëse zemra është plot me zemërim, dalin fjalë të ashpra. Nëse zemra është plot me krenari, dalin fjalë mburse. Nëse zemra nuk ka dashuri, ose dalin fjalë hipokrite. Po nëse zemra ka dashuri, dalin fjalë të mira dhe me paqe. Pra, gjuha zbulon gjendjen tonë të brendshme, zemrën. E kemi thënë dhe herë tjera sa ai që zemra përmendet në shkrimin e shenjtë, nuk e ka fjalën për muskulin, që popon gjak, por e ka fjalën për selin e shpirtit, për qenien tonë shpirtërore. Shën Isak Siriani, atë i dëgjuar dhe doktor i shpirtit, thot, gjuha është përkthyesja e zemrës. A e kuptoni? Shën Dorotheu i Gazës mëson se kur zemra është e trazuar nga pasionet, gjuha menjëherë tregon atë. Kemi një lidhje midis gjuhës dhe pasioneve. Etri shpjegojnë se nga pasionet dalin edhe fjalët. Krenarie, nga pasioni krenaris del mburja dhe përbuzje. Nga zilia del kritika dhe shpifja. Nga zemrimi, fyerja dhe britma. Mendjematësia, këshilla dhe gjykime të panevojshme. Prandaj ata thonë, nëse kontrollojmë zemrën, kontrollojmë edhe gjuhën. Por si ta pastrojmë gjuhën? Do me thënë të themi fjalët e duhura. Etri e shenjtë na japin disa mjete shpirtërore. E para është lutja. Lutu para se të flasësh, ta thuash një fjalë. Pra, je duke në një takim, thuhet një problem, para se të japësh mendim, në qoftë se nuk do të heshtës, dhe ndonjëherë heshtja është fjala më e mirë, por qoftë se do të flasësh, të kontribosh, mos u nxit nga pasioni, nga lavdidashja, nga egoizmi, gjykimi, përgojimi, inati, por lutu. Dhe Zoti do t'i japë ndriçim, që thuash ato fjalë, po ti thuash tamam. Lutja e mbush zemrën me paqe. Dhe kur ke një zemër me paqe, patjetër që do të flasësh dhe fjalë paqësore. Heshtja, që tha më shumë e rëndësishme, ndihmon të mos shpërthejmë pasionet, mos fol me njerë, mos reago me njerë, na thonë etrit, por hesht, duro disa sekonda, 1 minutë, para se të përgjigjes, edhe kur të shajnë, edhe kur të lavdërojnë, mos reago me njerë, lutu dhe hesht, bëj atë si them pushimin, pendimi, duhet pastrosh zemrën, dhe kur pendohesh dhe pastron zemrën, edhe fjalët që nxjerr
zëmra pastaj janë ndryshe nga një zemër e papenduar. Përulësia ndalon gjykimin e tjerëve. Pra, kur kemi përulësi, nuk nxitojmë të gjykojmë flasim tjerët, por përulësia thot merru me veten tënde. Një thënie shumë e thellë e Shën Pais Athonitit thot: nëse zemra është e mirë, edhe fjalët janë të mira. Nëse zemra është e smur, gjua do ta tregoj. Prandaj etrit nuk përpiqeshin vetëm të heshtnin me gojë, por të pastronin zemrën, sepse prej saj dalin të gjitha. Etrit e kishën mësojnë se fjala e kotë, llafet e panevojshme, është një nga gjërat që dobëson lutjen dhe shpërndan mendjen. Çfarë është fjala e kotë? Fjala e kotë nuk është vetëm gënjeshtra. Ajo është do fjalë që nuk sjell dobi shpirtërore, që shpërndan mendjen dhe na largon nga kujtimi i Zotit. Prandaj thon te fjalët e urta dhe në fjalët e kota është edhe të tepërta është patjetër mëkati. Prandaj Zoti Krisht paralajmëron atë që tham. Po çdo fjalë të kotë që njerëzit do të thonë, do të japin llogari ditën e gjyqit. Pse dëmton lutjen fjala e kotë? Kur njeriu flet shumë, mendja shpërndahet në shumë gjëra. Zemra mbushet me mendime të panevojshme, bëhet e vështirë për qëndrimin në lutje. Etri thonë se heshtja e jashtme ndihmon heshtjen e brendshme. Shën Isak Siriani thot: miku i heshtjes i afrohet Zotit. Le të themi edhe një tjetër histori nga etrit. Një vëllai e pyeti një plak ose një atë të shkretirës: pse nuk kam paqe në lutje? Plaku i tha: sepse gjua jote flet shumë gjatë ditës. Kjo është dhe gjëra që na ndodhin edhe neve kur lutemi. Lutemi, por lutja nuk na sjell paqe. Dhe aq më keq kur lutemi grindemi, kemi inate, kemi hatërmbajtje, kemi nxitime, kemi shpërqendrime. Pse? Ja ku e thon etrit e shkretirës, doktorët e shpirtit, flet gjatë ditës kot më kot. Ke grumbulluar energji negative nëpërmjet fjalëve dhe të kota dhe i ke në zemër. Dhe patjetër që këto janë skorje që nuk të lën ty të lutesh normalisht. Nuk ke paqe. Do sforco. Sepse gjua jote flet shumë gjatë ditës tam. Prandaj ata thon këtë këshill: mëso të heshtës dhe zemra do të filloj të lutet. Pas një kohë, murgu filloi të fliste më pak dhe lutja u bë më e thellë dhe më e qetë. Pra është kjo histori që është një histori pedagogjike për të gjithë neve. Le të themi dhe disa këshilla praktike të etërve. Mos fol më njëherë për çdo gjë. Shmangu bisedave që kthehen në thashetheme. Maje mendjen në lutjen e shkurtër: Zot më shiro mua mëkatarin. Moso të duash heshtjen e dobishme. Pra i përsërisim këto këshilla të etërve që janë kaq nevojshme për të vënë fre gjuhës. Shën Arseni Mall lutej kështu: Zot, më jep hirin e heshtjes. A e kuptoni që të heshtës është hir? Prandaj etri thonë se ruajtja e gjuhës është fillimi i pastrimit të zemrës dhe ndihmon shumë në jetën shpirtërore. Në traditën e manastireve ortodokse, disa mujë praktikonin atë që quhet heshtja e shenjtë ose isihakia ose ajo qetësia. Kjo nuk është thjesht të mos flasësh, por në një mënyrë për të pastruar mendjen dhe zemrën që të bashkohet me Zotin. Çfarë është heshtja murgjërore? Heshtja nuk do të thotë që murgu nuk flet kurrë, do të thotë të flas vetëm kur është e nevojshme, të shmang bisedat e kota, të ruajnë mendjen në lutje. Pra kjo quhet ruajtja e mendjes dhe e zemrës. Dhe murgjit e bëjnë këtë praktikë, pra kanë praktikën që të flasin pak dhe ta ndalojnë gjuhën për të folur, sepse ata e bëjnë këtë brenda kreshmimit ushqimor, kreshmojnë si thash në fillim bisedës edhe nga fjalët, sepse heshtja ndihmon, e qetëson mendjen, luftojnë pasionet, dëgjohet më mirë zëri i Zotit në zemër. Shën Grigor Pallamaj dhe tradita isikaste na mëson se në heshtje dhe lutje njeriu mund të përjetojë hirin e Perëndis. Le të themi edhe një tjetër histori nga etrit. Tek Avapi Meni shkoi një murg dhe i tha: "Dua të shpëtoj, çfarë duhet bëj?"
Plaku i tha: "Nëse mundesh, bëu si ai që është i vdekur. Ai nuk gjykon askënd dhe nuk flet kot." Kjo do thot, mos u përfshi në fjalë të panevojshme, mos gjyko të tjerët, ruaje zemrën të qetë dhe në paqe. Prandaj është shumë e rëndësishme të dashur të krishterë që edhe neve si laik, pavarësisht se nuk jemi murgjër dhe nuk e jetojmë jetën shpirtërore me intensitetin e një murgu dhe nuk ushtrohemi si një murg, por kjo nuk do të na thotë se neve duhet të në farë mënyre mos i vëmë rëndësi këtyre mësimeve të kishës dhe thjesht të mbajmë kreshëm ushqimore por jo shpirtërore. Kjo nuk është e mirë dhe gjithë kreshma nuk do ketë asnjë dobi dhe neve nuk do na vlerësoj Zoti për mundimin se hëngrëm ushqime pa vaj ose pa gjak, në qoftë se ne nuk bëm një punë për të kontrolluar një pasion. Një pasion që e kemi të gjithë, tu flas për veten time, është e folura, e tepërt, e gabuar. Prandaj duhet marrim mësime nga etrit e shkretirës që dhe neve tu ushtrohemi në mundësinë që na ka dhënë Zoti në këtë periudhë kaq të bekuar të kreshmës, që nuk është një mjet vetëm për të ndarë nga ushqimi, por është një mjet që përdoret për të ndarë nga pasionet. Prandaj Shën Isak Siriani, një tjetër ato shënar, thoshte: "Dashuro eshtjen më shumë se gjithçka, sepse ajo të afron me Zotin." Le të bëjmë dhe neve praktika të tilla. Pra, të përpiqemi për shembull të vëmë kontroll edhe gjatë ditës. Për shembull, gjatë paraditës nuk do flas, do ta ruaj gjuhën. E mira është për shembull ta bësh gjithë ditën. Le ta provojmë. Do jetë vështirë sepse nuk do na lër zakoni, pasioni, tundimi, djalli, po aty pra është. Dhe në mos gjithë ditën. Le të bëjmë, nuk do flas një orë. Ta provojmë. Do hesht, ose do të riqem pak, do rinë e eshtje. Të dëgjoj zërin e Zotit në zemër. Pra, janë praktika që dhe ne duhet i bëjmë. Një murg që përmendet edhe në jetët e shenjtorëve, bën një praktikë që është jo e zakontë. Nuk themi që ta bëjmë të gjithë, po ja çfarë bën një njeri që do gjen mënyra alternative. Ai vinte një gur në gojë. Vinte një gur dhe mbante gjithmonë në gojë që mos të fliste, mos thoshte fjalë të kota. Dhe kështu ai nëpërmjet këtij ushtrimi, edhe i pazakontë, ai mësoi heshtjen e bekuar. Por, ndoshta s'mund të vëmë gur, po të paktën të bëjmë një përpjekje, të mësohemi të gjejmë pak kohë që të mos flasim dhe të heshtim. Dhe aq më tepër, t'i vëjmë fre sharjeve, mallkimeve, gjykimeve, përgojimeve, blasfemive, s'diskutohet, të gjitha që janë fjalë jo vetëm të kota dhe të tepërta, po janë të dënueshme. Djalli e di sa fuqi ka fjala jon. Prandaj dhe na tundon të fjalët. Dhe sidomos kur jo je me veten, se me veten njeriu s'mund të flasi me veten, rrallë në herë flet, por kur je me njerëzit, normalisht do flas edhe në jetën familjare, në mjet bashkëshortëve, prindër, fëmijëve, me njëri tjetrin, aty fillon ai komunikimi. Dhe djalli aty e nxit të folurin e kot, të folurin e tepërt, të folurin e gabuar, dhe gjithë kemi eksperienca si fillojnë ato mërirat, zënkat, mbandje dhe ndarjet nga disa fjalë. Ja t'ju them një histori nga Shën Pais Agjeriti. Sa fuqi ka fjala? Tregohet njerë se erdhi dikush dhe u ankua te Shën Paisi që kishte bërë divorc. Dhe si kishte filluar ky divorc? Çifti ishte i dashuruar, kalonte mirë, por në biseda, në shakara thoshin, do ndahemi nga njëri tjetri. Ishin
fjalë të thëna edhe për shaka, edhe për lojë, edhe si një provokim. Po ja që ajo fjala u bëpa. E dëgjoi djalli, që është akuzuesi. E shkoi tek Perëndia. Edhe ata kërkojnë ndarje. Se beton, do ndahemi, edhe u ndan. A kupton? Nga fjala e thënë, edhe kod dhe për shaka, ajo prap zë, sepse qa dham, ne jemi krijuar sipas ikonës së fjalës. Çdo gjë që thot fjala e Atit bëhet. Bëu dhe ajo bëhet. Edhe fjalat tona bëhen. Edhe fjala e mirë bëhet, lutja realizohet, urata, bekimi përmbushen, por dhe e keqja po ashtu bëhet. Prandaj të kemi kujdes nga përdorimi i fjalës. Këtu është një sekret shumë i madh, që na i zbulon kjo fjala e urtë që lexuam që në fillim. Etërtikisht na mësojnë se gjua është një nga armët më të përdorura nga djalli për të krijuar mëkate dhe përçarje. Prandaj kur njeriu ruan gjuhën, ai prish shumë nga kurthet e tij. Shumë mëkate fillojnë nga fjala. Djalli shpesh e shtyn njeriu në thashetheme, në shpifje, gjykime të tjerëve, zemërim dhe fyrje. Në fjalë të keqe mund të prishësh miqësi, të krijosh urrëtie, të sillesh përçarje në familje. Prandaj shën Jakobi thot, gjua është një zjarr që ndjes gjithë jetën. Ndes zjarrin e ferrit, thot, zjarrin e xhenemit. A kuptoni? Dhe këto vijnë nga ndriçimi i shpirtit të dhe nga eksperiencat që kam pasur. Kur njeriu ruan gjuhën, pra i vë fre gjuhës, djalli humbet një armë. Kur dikush nuk përgjigjet me zemërim, nuk përhap thashetheme, nuk gjykon të tjerët, atëherë shumë tundime ndalen me njerë. Etrit thonë se shumë grindje do të shuheshin nëse njëra palë do të heshte. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në atë marrëdhënies që thash familjare, shoqërore, që neve nuk heshtim, se cili do të thot atë të vetën se do nxjerrë veten e vet. Dhe janë gati njerëzit të, si them, jo vetëm të shahen, por edhe të rrifen, edhe të vriten, vetëm se duan nxjerrin veten. Dhe si fillon kjo? Si fillon kjo? Nga fjalët. I ke dëgjuar ndonjëherë te Kronika e Zezë ç'a thot? Që përfunduan me vrasje për motive dobta. Kush ishte motivi i dobët? Fjala. U gërvishin çik makinat, del ai, shan atë, ai shan atë, grusht njëri grusht tjetër, thik njëri thik tjetri dhe del te Kronika e Zezë që diq. Iku jeta. Për një fjalë. Po sa çifte janë ndarë kështu, për një fjalë. Sa shoqëri janë prishur për një fjalë. Pra, i japim të drejta djallit pra, që ti përdori fjalët tona. Çfarë thotë që na ndoni mall? Ka njerëz që lodhin trupin me agjërime, dëgjoni se shumë e rëndësishme. Po shkatrojnë gjithçka me gjuhën. Ja pra ku vim, ku kreshma dhe agjërimi, që është një mundim, na shkon kot kur neve nuk kreshmojmë nga gjua, nga fjala. Dhe Shën Paisi thot, një fjalë e butë mund të shuaj një zjarr të madh. Prandaj të krishterët, sidomos në këtë periudhë, përpiqen të flasin me dashuri dhe në çdo kohë flasin, por kjo që është periudhë tërheqje, të shmangin fjalët e kota, të ruajnë paqen në zemër, sepse shpesh fitoret më të mëdha shpirtërore ndodhin ku njeriu zgjell të hesht. Pra, ta kemi parasysh këtë praktik asketike të heshtjes. Kështu që, siç bëjmë atë kreshmimin nga ushqime, edhe pa vaj, edhe me pakic, le të fillojmë të ushtrohemi edhe në heshtje. Që të mësojmë t'i vëmë fre gjuhës, që të përmbahemi asaj fjalë të urtë. Në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që frenon buzën e tij është i urtë. Amin. Lavdero